Qartë, e kuptoj këtë zoti Haradinaj, por a vlen e njëjta edhe kur drejtohen akuzat në spektrin politik që i afërt me Serbinë, po ja bën nisën Serbisë, po funksionon për të bërë mirë Serbisë, kur ju keni drejtuar zotit Kurti, për cilin keni patur kritika goxha shumë të ashpra. A vlen e njëjta edhe kjo për juve, zoti Haradinaj? Nështë ti shikije me qëllim me boni krahasim, çka do me thonë fuqia e një vendimarrësi në Washington për Ballkanin, edhe fuqia jonë në ndërqiell. Dallon, po janë dy situata krejt tjera. Absolutisht dallojnë. Ne në planin e mbrëmshëm, ne detyre kemi me ballafaqu njëri tjetrin. Po ne të gjithë si Kosovë, po ashtu kemi detyrë me marrë beshimin e fuqisë më të madhe të botës për interesat tona. Nuk guxoj me i prish marrëdhënie me ta. Kjo është e vërtetë. Pra, trimnin me zhvetë e bën, po jo trimnin me këta gabim. Se e merr në qafë vendin, i bën gabimet e kështu. Këto vlerësimet e mia rreth Kurtit janë bazhuar në efektet e qeverisë së tij që i ka ndodhur vendit. Pra, askush s'moje e çet në pikpyetje ose mohon që Kurti e ka marrë ndihmën e listës serbe, e vetmja herë që ka votuar Kurti, VV, edhe lista serbe është me votuar ligji për pagën minimale që mos mu përfshi veteran të UÇK-s. Pra merrni me mend, imagjinoni në tokën e Kosovës të shiruar prej UÇK-s, qeveria atyre, qeveria Kurti i ka votuar mos mu përfshin pagë minimale veteran.